Së pari, duhet ju informoj se në përputhje me statutin, Kryesia e Partisë Demokratike miratoi propozimet që vijojnë për Këshillin e Diasporës, antarët e diasporës që do jenë në Këshillin Kombëtar. Këto propozime kanë ardhur nga degët, janë plotësuar dhe këtu me ndonjë propozim tjetër dhe unë duhet t'u informoj ju lidhur me listën e antarëve të Këshillit Kombëtar nga diaspora. Alba Kepi, Itali, Aleksandr Gjufi, Alfred Fizi, Andi Mustafa, apo t'ja u lexoj dhe vendet. Pak në shim, Arben Cara, Armand Dervishi, Bardhok Doda, Besa Manaj, Berti Çoku, Besnik Rama, Denis Anelaj, Edmir Çekrezi, Eduard Aliko, Esard Mulaj, Endrit Dako, Erisa Bajaziti, Erion Dasho, Ethem Ago, Fatjon Semanjaku, Gasper Legegaj, Hasan Metuku, Ilirian Proko, Emanuel Çaushaj, Eugene Gjoni, Leard Vasili, Ludovik Tetaj, Melisa Braçi, Milaim Nela, Nureddin Seci, Petrit Fidani, Petrit Tafaj, Shkelzen Rustemaj, Shpen Ndreu, Thimi Grinjoti, Urim Gjata, Valbona Doko, Geraldo Dashi, Julian Hoxha, Juliana Dreshaj, Zekri Picari. Këta janë lista sipas statutit miratohet në kryesi dhe kryesia e miratoi, por thashti t'ju informoj. Tani ne jemi mbledhur këtu në një moment final të përfundimit të procesit të konstruimit të institucioneve të Partisë Demokratike. Ky është një nga momentet më të rëndësishme në historinë e Partisë Demokratike dhe historinë e vendit. Partia Demokratike me finalizimin e këtij procesi vazhdon me të gjithë potencialin e saj misionin e rikthimit të votës së lirë të shqiptarëve dhe natyrisht rikthimin në pushtet, rotacionin e pushtetit. Kjo verë nxehtë në temperatura është edhe më nxehtë në rrafshin politik. Ndaj dhe le t'u shprehim ne nderimin më të madh atyre 10 mijëra qytetarëve që çdo natë luftojnë me diktaturën, me narkodiktaturën, ndër më të egrat dhe më të shëmtuarat në Europë dhe në botë. Të dashur miq, gjithçka zhvillohet sot në rrugë dhe sheshet e Tiranës është një betejë e kauzës më të drejtë që mund të ketë njeriu, është një betejë me njërin nga 3 armiqt më kryesor të tij, siç thoshte John Kennedy, me tiraninë.
Partia Demokratike vjen në këto momente si një parti e pamposhtur, si një parti që kundër kësaj diktature autoritare zhvilloi në 3 vite mbi 400 protesta. Zhvilloi me qindra akte veprime kundër saj. Vjen në këto moment pasi ajo ja doli të denancoj me sukses të mbar botën farsen elektorale të diktaturës autoritare. Pasi ajo ja doli që jo vetëm në organizatat më të mëdha partjake, por dhe në institucione më të rëndësishme të Europës të paraqes dhe të gjejmë mbështetje për qëndrimet e saj. Ishte një arritje jashtëzakonshme. Denancimi fars elektorale dhe njohja e saj si e tillë nga Parlamenti, nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian. E vështirë ka qenë betejë jonë me narkoshtetin, por përsëri hapat janë të mëdha. Vetëm 2 javë më parë, në rezolutën e votuar dhe në dokumentat e Partisë Popullore Europiane, u damkos narko-euro shqiptare. Kjo monedhë e baronëve të drogës dhe qeveritarëve të drogës, që po shkatron më shumë se gjithë shka tjetër ekonominë shqiptare. Ju rikujtoj këtu se vetëm pak vite më parë ne zinim një ndër vendet të rëndësishme fare në Europë dhe në botë në industrinë e këpucëve dhe në disa industri të tjera. Ato janë shuar sepse padrinoja, në rast se u kujtohet, doli me tezën se ato janë industri të botës tretë, pa çka se made in Germany, made in USA, made in UK, shef këpuc të gjitha llojeve. Dhe ato, si pas ti, që kanë botë e tretë. Pra, e vërteta është që gjithje më shumë, po nërgjegjësohet komuniteti ndërkombëtar për rrezikun e madh që përfaqëson narkoshteti dhe Edi Rama për sigurinë jo vetëm të Shqipërisë, por dhe të Europës. Miq, ne jemi një moment jashtëzakonisht rëndësishëm. Një protest 46 ditore vazhdon në bulevardin e Tiranës. Një protest tërësisht antidiktatoriale. Është detyrë e çdo demokrati, e çdo demokratje ta mbështes atë me të gjithë mundësitë dhe potencialet që ka. Nuk ka bekim më të madh nga Zoti se sa të protestosh çdo ditë kundër kësaj narkodiktature. Dhe mos harroni, kauzat të cilat ne i kemi mbrojtur me vendosmërinë më të madhe.
ai që lufton për kauzën, ai për një kauzë të drejtë, ai nuk tërhiqet kur nga betejë për te. Ndaj dhe është kjo kauzë që e shtron atë në rrafshin politik dhe moral aleat kryesor të Partisë Demokratike. Në rast se aty siç jeni të vetëdijshëm të hidhen parulla, slogane kundër Partisë Demokratike, ato nuk janë dhe nuk do të jenë kur pengesë për asnjë demokrat që ta mbështesë protestën. Së pari, që nga lashësia gjerësot, në luftë dhe në betejë, armiku i armikut tim është miku im, është aleati im. Po këtu nuk është rasti, sa ata janë qytetarë, ata janë të ri, ata janë një forcë jashtëzakonshme, por edhe sigurisht e kështu. A nuk u bën aleancat më të mëdha në luftën e dytë botërore? Më të pa Shtetet e Bashkuara me Bashkimin Sovjetik. Po i them këto për të mos patur asnjë kompleks. Përveç se mbështetje dhe vetëm mbështetje. Po nga ana tjetër, nuk është kjo është thash një aspekt, se aty janë disa eksponent të opozicës që janë vegël e qeverisë që mendojnë se ajo historie e Mis Deni Didros. Por ne, kur dhe në asnjë rast, gjethes na pegojnë të shohim trungjet. Sikundër, Partia Demokratike e sigurt në misionin e saj duhet të jetësoj plotësisht parimet themelore të shpallura në kuvendin e saj. Ripërtritje. U quajt ky kuvendi ripërtritjes. Pa një ripërtritje të thellë dhe të vazhdueshme, nuk do mund të ndjekim kohën. Dhe koha është e pamëshirë. Ndaj dhe ne do i përmbahemi kësaj. Do i përmbahemi sepse ju përmbajt kuvendi kombëtar. Unë kam bindje se do i përmbahet dhe Këshilli Kombëtar. Organizimi. Ne kemi të gatshme një nga platformat më të mira për organizimin. Dhe do të rikthehemi fuqishëm në një organizim sa më të përsosur të forcës sonë politike. Modernizimi. Partia Demokratike është në periudhën e urtësisë artificiale, në periudhën epokën e komunikimit digital. E pat ju se që bëri Edi Rami komunikimi digital? A e pat? Rikujtoni pak ato blogere dhe influencierë se si u bën. Sigur tishin me shpat, të meri ti, ferri ti. E them këte, sepse ne kemi punë të madhe për të bërë, për të transformuar komunikimin tonë. Dhe do t'jetë ky një drejtim tjetër i thellë i kësaj partie. Ne kemi vizionin më të mirë.
absolutisht vizionin më të mirë që ka patur ndonjëherë Shqipëria, të certifikuar nga 2 fondacionet më të mëdha ndërkombëtare dhe ekspertë tanë më të shkëlqyer. Me të gjitha këto, ne ecim të sigurt në përmbushjen e misionit ton, në betejën ton me një diktaturë, e cila në fakt erdhi në këtë pranvere plagosur nga ne, por gjenerata zë dhe qytetarët i hapen asaj vartë që do ta marrin me vete, dhe ne do ta shtyjmë atë. Ndaj dhe edhe njëherë ftoj antarët e Këshillit Kombëtar, demokrat, të ngrihen në lartësinë e idealeve të tyre. Diktatura i ka kohra të shkurtra, dhe ne do bëjmë gjithçka ta arkivojmë atë. Faleminderit. Tani, lidhur me kryesin, me nënkryetarët e Partisë Demokratike, rikujtoj se në përputhje me një vendim të Këshillit Kombëtar të mëparshëm, 2 poste nënkryetar janë ex officio, për çka është pasqyruar dhe në statutin e partisë kjo. Në kuadrin dhe në frymën e kuvendit është menduar gjithashtu që një nga nënkryetarët të jetë përfaqësues i trive të Partisë Demokratike dhe të Shqipërisë. Diaspora shqiptare, e cila po luan një rol të jashtëzakonshëm dhe në betejën kundër kësaj diktature, mendojmë se duhet ketë një nënkryetar të saj në kryesinë e Partisë Demokratike. Ndaj dhe unë do ju lexoj emrat e personave të propozuar për nënkryetar. Belin Kliçi, Luciano Boçi, Jonathan Pano, Nikola Kedhi, Besa Manaj, Erisa Bajaziti. Këto janë kandidaturat për nënkryetar të Partisë Demokratike, domethënë secili nga këta 6 do zgjidhen 3. Për sekretarët, ju lutem, sekretari i përgjithshëm, Flamur Noka Sajmir Koreshi, sekretar organizativ, Agron Loka Klevis Balliu, sekretar për digitalizimin, Etjon Kapedani Renald Rista, sekretar për burimet njerëzore, Andi Mustafa Mario Runa, sekretar për urbanistikën dhe teritorin, Gentian Kaprata Maksim Kola,
sekretar për çështjet ligjore dhe zgjedhore, Arlind Ahmetaj Marashlogu, sekretar për çështjen e pronave dhe luftën kundër korrupsionit, Endira Bushati Ledina Mandia, sekretar për marrëdhëniet publikun, Denisa Kele Viola Kapedani, sekretar për të drejtat e njeriut, Frans Nuri Ledjo Nuraj, sekretar për organizatat partnere dhe shoqërinë civile, Eva Metaj Malvina Lika, sekretar për të përndjekurit politik, Lorenz Luka Shkelqim Lepenica, sekretar për integrimin europian, Fjoral Badizdari Silvia Hasaj, sekretar për pushtetin lokal, Agron Haxhimali Ylli Aslani, sekretar për migracionin dhe diasporën, Ethem Aga Petrit Tafaj, sekretar për aksionin qytetar, Ergese Skiu Jurgen Spaho. Pra, në tërësi, ka një ripërtritje, është bërë një bazuar në eksperienca dhe në praktikat e tyre, por unë mendoj se ky sekretariat ka të gjithë vullnetin, ekspertizën, dhe ju të dashur antarë dhe antarë të Këshillit Kombëtar, keni mundësi zgjedhje me kandidaturat që dëshironi. Tani, komisioni për apelimin, Adriana Kalaja, Ankelita Çela, Arsen Dushku, Besar Logu, Çayup Shehaj, Gentian Koçi, Lukas Hejdron, Mark Leshi, Shaqir Manjani, Suina Aslanaj. Nga këta do zgjidhni me X ose plus 5 emra. Pra, këto janë propozimet për sekretar dhe postet më të larta në Partinë Demokratike. Ftojmë Komisionin e Zgjedhjeve të përgatis nisjen e procesit. Bëjmë 10 minuta pushim. Po është... Patjetër, po statuti sot ka rënë dite. Ililiana. Ka një rend dite dhe do zbatohet fillimisht rendi i ditës dhe këtë përgjigje ju kam dhënë. Një minut. Jo, një minut. Një minut. Po, jam të flasur të përgjigjem. Paraqitja e rezolutave ka rregullin e vet. Absolutisht do kesh të drejtë të paraqesësh sa herë të duash, po vetëm sipas rregullit. Jo, sipas rregullit, lexoj statutin tani, ti më thua mua. O, Ililiana, edhe një herë. Fal, një minutë. Sot ka një rend dite dhe do vazhdojmë fillimisht me rendin e ditës. Do kesh të drejtë, të lutem një minutë. Po jo, po nuk mund ta shkojmë statutin këtu ne tani jam.
Sot do vazhdojmë fillimisht me rendin e ditës, ju lutem këtë përgjigje ju kam dhënë. Po pra këtë përgjigje ju kam dhënë, dënë mesazh. Iliriana, edhe një herë. Edhe një herë. Një minutë. Mor zotri, një minutë. Të lutem. A mund të kthej përgjigje apo jo? Ke komunikuar me mua sot? Po. Të kam kthyer përgjigje, të kam thënë, ndiqe statutin. Urdhë. Shumë dakord, po sipas procedurës, sepse sot është një rend dite i përcaktuar. Asgjë nuk ju mohohet. Urdhë.